Kolegji Profesional i Lartë Gjerman i Teknologjisë, pjesë e Kastrati Group, tashmë është një realitet në arsimin e lartë, i cili përcjell suksesin e sistemit dual të aplikuar. Me dedikimin e stafeve akademike, brezi i parë mbaroi studimet e vitit të parë me sukses. Ishte një vit ku përcollën shumë risi për studentët e regjistruar, si platforma elektude dhe shkëmbimi i eksperiencës, me pedagogë dhe ekspertë huaj nga shumë shtete perëndimore, si Austria, Gjermania, Zvicra dhe Italia. Jam Luigi Galantucci, jam profesor në Universitetin Politeknik të Barit, një ndër universitetet kryesore në Itali në sektorin e teknologjisë. Mendoj se mund të shërbejmë me eksperiencën tonë Kolegjit Gjerman të Teknologjisë. Ndërkohë 10 studentë janë punësuar me njëherë që në vitin e parë, pasi u është dhënë mundësia të aplikojnë njohuritë e tyre në kompani të ndryshme të Kastrati Group. Përshëndetje, unë jam Enea, sapo kam mbaruar vitin e parë të studimeve në KPGT. Gjatë praktikave mësimore më spikate nga Autostar Albania, ku më ofron një pozicion pune. Sot punoj si Rektori i Kolegjit Akademiku Jorgaj Shkaçani shpjegon regjistrimet e risitë e këtij viti. Ju bëj thirrje maturantëve të cilën kanë mbaruar shkollën e mesme të ndjekin Kolegjin e Lartë Profesional Gjerman të Teknologjisë, për vetë atë që ky kolegj ju siguron atyre. Kolegji ju siguron një cilësi të përgatitjes gjatë ciklit të studimit në universitetin profesional, ju siguron atyre një punësim të garantuar, jo vetëm brenda vendit, jo vetëm brenda kompanive shqiptare, por edhe jashtë vendit, kjo fal cilësisë së diplomës që ky kolegj ju jep këtyre studentëve, fal sistemi dual të përgatitjes së studentëve, fal bazës laboratorike që ky kolegj zotron, fal stafi pedagogjik të brendshëm dhe të jashtëm, jo vetëm shqiptar, jo vetëm nga Kosova, jo vetëm nga Maqedonia, por edhe nga Austria, Gjermania, Italia, Zvicra dhe vende të tjera europiane, të cilët vinë edhe japin mësim në Kolegjin e Lartë Profesional të Teknologjisë. Vetëm një kërkesë kam që studentët të cilët do të vinë dhe do të ndjekin Kolegjin e Lartë Profesional Gjerman të Teknologjisë, të jenë të përkushtuar, të kenë kërkesa ndaj vetes së tyre për të mësuar, pasi për sa i përket cilësisë dhe shkallës së përgatitjes së tyre, këtë le të ja lënë kolegjit sepse e ka kolegji këtë përgjegjësi me gjithë ato elementet që unë përmenda pak më sipër. Ndërkohë janë të shumtë studentët që kanë zgjedhur edhe këtë vit Kolegjin Profesional të Lartë Gjerman të Teknologjisë, pasi tashmë ai është një garanci për tregun e punës.